Ndalo, mos e kalo këtë video. Zoti më tha të them diçka tani. Ti ke menduar se je vetëm, ke menduar se lutjet e tua nuk u dëgjuan, ke menduar se dera u mbyll për gjithmonë. Por unë jam këtu për të thënë të vërtetën. Ti nuk e di, por Zoti po lëviz diçka në favorin tënd. Sot, në këtë moment, ndërsa ti dëgjon zërin tim, qielli është duke u hapur mbi jetën tënde. Mos e mbyll këtë mesazh, sepse ky është çasti kur gjithçka ndryshon. Je gati të marrësh atë që të përket? Shumë herë ne mendojmë se Zoti punon vetëm kur shohim rezultate, kur dera hapet, kur problemi zgjidhet, kur situata ndryshon. Por lëvizja më e madhe ndodh para se ne të shohim ndonjë ndryshim. Sot, edhe nëse dita duket e zakonshme, ka faktorë që po rreshtohen, njerëz që po afrohen pa e ditur, biseda që do të ndodhin, vendime që po formohen në mendjen e dikujt tjetër, në favorin tënd. Ti mund të shohësh vonesë, por në realitet ka koordinim. Asgjë nuk është e ngrirë, asgjë nuk është e haruar. Proceset më të rëndësishme janë të padukshme në fillim, si fara nën tokë. Dhe vetëm sepse nuk sheh lëvizje, nuk do të thotë se toka nuk po punon. Sot është një ditë më afër kthesës. Ka momente kur mendon se je i bllokuar, kur duket sikur asgjë nuk po ecën, kur lutjet duken pa përgjigje. Por ajo që nuk sheh është se disa situata po rregullohen në heshtje. Një vonesë mund të jetë mbrojtje, një refuzim mund të jetë ridrejtim, një pritje mund të jetë përgatitje. Sot, edhe nëse nuk ka ndryshim të dukshëm, ka lëvizje të padukshme. Dikush po mendon për ty, një mundësi po formohet, një derë po përgatitet të hapet në momentin e duhur. Ne shpesh kërkojmë prova të menjëhershme, por veprimi hyjnor nuk është gjithmonë spektakular. Ai është i saktë. Dhe sot është një nga ato ditë kur gjërat po rreshtohen pa zurmë. Ti nuk e di ende, por kur të kuptosh çfarë është përgatitur, do ta shohësh që koha ishte perfekte. Ti mund të mendosh se kjo është vetëm një ditë tjetër, një mëngjes si gjithë të tjerët, të njëjtat mendime, të njëjtat shqetësime. Por ka ditë që duken të zakonshme, dhe megjithatë mbartin një kthes të padukshme. Sot është një prej tyre. Sepse ndërsa ti vazhdon rutinën tënde, ka energji që po lëviz, rrethana që po ndryshojnë drejtimin. Një mesazh që mund të vijë në momentin më të papritur. Shpesh ne presim shenja të mëdha, por ndryshimet e vërteta fillojnë me një moment të vogël që ndan para dhe pas. Mund të jetë një telefonat, një takim, një ide që ndizet papritur në mendjen tënde. Dhe kur ajo të ndodh, do ta kuptosh. Kjo nuk ishte thjesht një ditë e zakonshme, sepse sot është pjesë e një plani që ka filluar të lëviz në favorin tënd. Ka gjëra nga të cilat je shpëtuar dhe nuk e di. Situata që mund të kishin marrë drejtim tjetër, vendime që mund të kishin sjell pasoja, takime që nuk ndodhen kurrë. Ti mund t'i quash rastësi, por ndonjëherë ajo që nuk ndodh është po aq e rëndësishme sa ajo që ndodh. Sot, ndërsa mendon se gjithçka është në pritje, mund të jesh duke u mbrojtur nga diçka që as nuk e sheh. Jo çdo derë e mbyllur është humbje, jo çdo vonesë është dështim. Disa pengesa janë buroja. Dhe ndoshta sot, ndërsa je i zhgënjur për një gjë që nuk funksionoi, nuk e kupton se je ruajtur nga diçka më e madhe. Lëvizja në favorin tënd nuk është vetëm hapje dyesh, është edhe mbyllje e atyre që nuk duhej t'i kaloje. Ndoshta po mendon, në çfarë mënyre po lëviz diçka në favorin tim? Përgjigja është më personale nga sa mendon. Sepse kjo lëvizje nuk është e përgjithshme, është specifike. Ka diçka që ke kërkuar në heshtje, diçka që e ke menduar para gjumit, një dëshirë që nuk ja ke thënë askujt. Dhe pikërisht në atë zonë të jetës tënde, po ndodh rregullimi. Mund të jetë puna, mund të jetë një marrëdhënie, mund të jetë një çështje që të ka lodhur emocionalisht. Sot, fillon zhvendosja. Jo domosdoshmërisht me zhurmë, por me një sinjal, një përgjigje e vogël, një mundësi e papritur, një qartësi që nuk e kishe dje. Kur të ndodh, mos e nënvlerëso, sepse gjërat e mëdha,
shpesh fillojnë me hapa të vegjël, që duken të zakonshëm. Ka një moment kur ajo që ka qene pa dukshme fillon të marrë formë. Nuk do të vi me paralajmërim të madh. Nuk do të vi me zhurmë. Do të vi pa pritur. Një lajm, një ndryshim që nuk e prisje. Një reagim nga dikush që kishte heshtur. Dhe për një sekond do të ndalosh, sepse do ta ndjesh që kjo është ndryshe. Kjo është shenja e parë. Kur diçka fillon të lëviz në favorin tënd, fillimisht duket si një detaj i vogël, por më pas fillon të hap rrugë për diçka më të madhe. Sot mund të jetë dita kur merr sinjalin e parë. Mos e shpërfill vetëm sepse duket i vogël, sepse disa ndryshime fillojnë si një pëshpëritje dhe përfundojnë si një kapitull i ri. Pas shenjës së parë, diçka brenda teje ndryshon. Nuk është vetëm ajo që ndodh jashtë, është reagimi yt. Ajo që dje të tremte, sot duket më e përballueshme. Ajo që të mbante pezull, fillon të humbas shpesh. Kur Zoti lëviz diçka në favorin tënd, fillimisht ndryshon perspektiva jote. Fillon të shohësh mundësi aty ku shihje pengesa. Fillon të kuptosh se disa vonesa kishin kuptim. Fillon të ndjesh një lloj sigurie që nuk vjen nga logjika. Kjo është kthesa e brendshme. Dhe kur brenda teje ndryshon diçka, jashtë fillon ta ndjeke. Sot mund të mos shohësh ende rezultatin final, por nëse ndjen më shumë qartësi, më pak frikë, më shumë besim, atëherë lëvizja ka filluar dhe nuk do të ndalet. Ka një moment kur nuk është më vetëm ndjesi, diçka konkrete ndodh. Një përgjigje që e prisje, një ofertë, një mundësi që hapet pa pritur. Dhe ti fillon të kuptosh se kjo nuk është rastësi. Kur Zoti lëviz diçka në favorin tënd, gjërat fillojnë të sinkronizohen. Koha bëhet e saktë. Njerëzit shfaqen në momentin e duhur. Fjalët që dëgjon duken sikur janë për ty. Sot mund të shohësh një shenjë të dytë, më të qartë se e para. Mos u tremb nëse ndryshimi vjen shpejt, sepse kur procesi ka qenë duke u përgatitur për një kohë të gjatë, realizimi mund të ndodhë papritur. Dhe ajo që dukej e pamundur dje, sot fillon të duket reale. Ka një moment kur gjithçka bëhet e qartë. Jo sepse dikush ta shpjegon, jo sepse merr një shenjë të shkruar, por sepse brenda teje klikojnë të gjitha pjesët. Ajo që ndodhi sot, ajo bised, ajo mundësi, ajo kthesë e vogël, fillon të marrë kuptim më të madh. Dhe ti kupton se nuk ishte rastësi, ishte koordinim. Gjërat që mendove se po prisheshin, në fakt po zhvendoseshin. Gjërat që mendove se ishin vonesë, në fakt ishin përgatitje. Sot merr konfirmimin e parë të dukshëm se diçka ka filluar realisht të lëviz në favorin tënd. Dhe kur ta ndjesh këtë, do të vijë një paqe e thellë, sepse do ta kuptosh se nuk ke qenë kurrë i harruar. Lëvizja nuk ndalet me konfirmimin. Ajo përshpejtohet, sepse kur energjia ndryshon, rrethanat fillojnë ta ndjekin. Do të vësh re se gjërat që dukeshin të bllokuara fillojnë të hapen. Komunikimet bëhen më të qarta, mundësitë fillojnë të shfaqen më shpesh, dhe ti do ta ndjesh se je në një ritëm të ri. Nuk është thjesht fat, është rezultati i një procesi që ka qenë duke u përgatitur. Sot ishte vetëm pika e nisjes së dukshme. Kapitulli i ri nuk fillon me shurm, fillon me vendim, dhe brenda teje vendimi tashmë është marrë. Ti je gati për atë që po vjen. Nëse ke ardhur deri këtu, dëgjo me kujdes. Sot nuk ishte një ditë e zakonshme. Edhe nëse ndryshimi nuk ka ardhur plotësisht ende, procesi ka filluar. Mos lejo dyshimin ta prish atë që po ndërtohet. Mos u kthe në mendimet e vjetra. Mos e nënvlerëso sinjalin që more, sepse disa ditë janë pika kthese, dhe sot ishte një prej tyre. Nëse e ndjen se diçka ka ndryshuar brenda teje, shkruaj në komente. Unë e ndjej lëvizjen. Le të shohim sa prej jush e kuptuan që sot ishte dita kur gjithçka filloi të zhvendosej në favorin tuaj.